Çfarë do të thotë një trajtimi i personalizuar në fertilizimin in vitro? Përpara se të shpjegojmë këtë, duhet të kuptojmë që fertilizimi in vitro nuk është thjesht stimulim i vezoreve, aspirimi i ovociteve, pra marrja e vezëve dhe transfert të embrioneve në mitër. Është shumë më tepër se kaq. Si fillim bëhet konsulta paraprake ku vlerësohet anamneza, pra historia e çiftit, dhe kërkohen analizat dhe ekzaminimet bazë të fertilitetit. Pas kësaj, bëhet përcaktimi i diagnozës dhe përcaktohet se si do të stimulohet pacientja. Ka mënyra të ndryshme të stimulimit hormonal të vezoreve dhe të gjitha këto kanë një qëllim final, marrjen e sa më shumë ovociteve dhe marrjen e sa më shumë ovociteve mature, pra të pjekura, sepse janë këto ovocite mature të cilat do të na japin embrionet në të ardhmen. Sa më shumë vezë të aspiruara në fund të stimulimit hormonal, do të thotë më shumë embrione në dispozicion të çiftit në laborator dhe më të mëdha janë mundësitë që njëri nga këta embrione të na japë një shtatzani. Përveç kësaj, zgjedhja e protokollit të duhur për stimulim hormonal ka mjaft rëndësi edhe në shmangjen e efekteve anësore të cilat mund të vinë nga stimulimi hormonal në fertilizimin in vitro, ku më i rëndësishmi është shmangja e sindromës së hiperstimulimit ovarian, i cili është një komplikacion i padëshirueshëm. Ka mjaft protokolle të stimulimit ovarian, kemi protokollin e gjatë, long protocol, short protocol, ka përdorim të medikamente të ndryshme hormonale, siç janë gonadotropinat, Gonalef, Menopur, Meriofert, Fostimon e tjerë. Gjithashtu kemi frenuesit e ovulacionit të parakoshës, siç janë cetrotide, antagonistët apo dhe agonistët, arvekapi apo dekapeptyli. Të gjitha këto vendosen në bazë të analizave dhe ekzaminimeve të çiftit dhe kryesorja në përcaktimin e protokollit të stimulimit është mosha e pacientes, vlerat e hormonit antimilerian, gjithashtu edhe karakteristika të ndryshme të cilat mund të jenë të pranishme tek pacientja. Për shembull, rastet me endometriozë kërkojnë një tjetër approach, tjetër përqasje në stimulimin e hormonal të vezoreve. Të gjitha këto përbëjnë atë që quhet trajtim i personalizuar në fertilizimin in vitro. Duhet kemi parasysh një gjë, që jo të gjitha femrat do të kenë të njëjtin protokoll stimulimi. Dikush do të ketë long protokoll, dikush do të ketë short protokoll, dikush do të ketë protokoll me antagonist, dikush me agonist, dikush edhe mini IVF, pra me stimulim hormonal minimal. E gjitha kjo përcaktohet në fillim.